Le të vazhdojmë sot me pjesën e dytë të intervistës së Thomas Edwin Costellos, roj sigurisë në Dulce Bazë në New Mexico. Tom, a jeni afruar ndonjëherë një UFO-e dhe a jeni futur ndonjëherë në të? Po, i kam parë shpesh në garazhe, ka plot nga to. Flota kryesore është në Los Alamos. Po, kam hyrë në disa prej tyre. Dy gjëra nuk mund t'i harroj. Dyshemeja e veçantë me shirita dhe ngjyra e ndezur si trëndafili ndriçimi. Më thanë se dyshemeja bëhet e fortë dhe dritat në një të bardhë të fortë me nuancë blu. Brenda objektit gjithçka është më e vogël se njeriut mesatar. Hapësirat janë të ngushta dhe të ulta, por kur je brenda, gjithçka duket më e madhe se ç'është. Disa hapësira të brendshme duken sikur janë të gjalla. Nuk kanë fluturuar kurrë me to. Mund na thoni diçka më shumë për racën reptile dhe ç'punë bënin ata në nivelin -6, që quhen ndryshe edhe salla e ëndrave të natës. Klasa punëtore bën punët e përditshme, pastron dyshemet, kafazet, ju bie ushqim të uriturve. Detyra e tyre është të bëjë përzierjen e duhur për qenie tip 1 dhe 2, të cilët i krijuan draku. Kasta punëtore punon në laborator dhe tavolina kompjuteri. Në përgjithësi raca reptile është aktive në të gjitha nivelet e bazës Dulce. Ekzistojnë disa lloje racash jetoksore që punojnë në repartet lindore të nivelit -6. Quhet edhe reparti alien. Drakot janë pronar të vërtet në nivelit tim, 5, 6 dhe 7. Njerëzit janë në nivel të dytë për sa i përket komandave. Shpesh kanë diskutuar me një shef të madh drak. Emri i tij është i vështirë për të shqiptuar dhe shqiptohet me gryk. Diçka si Khafsht, një emër i përafërt, do të na dalë një histori tjetër më vonë. Unë e quajta Karsh dhe atij nuk i pëlqente dhe ishte shumë formal kur fliste me njerëz. Kjo qenie lash na shikon si racë e ulët. Karshi mua më quante si udhëheqësi Costello, në mënyrë sarkastike. Të përgjigjen kur i thret. Janë shumë të kujdesshëm dhe njerëzit i shohin si harmiq. Habiten kur shikojnë se ne jemi të hapur dhe të sinqert. Me jashtëtokësorët nuk ka miqësi jashtë punës. Ndalohet rreptësisht të flasësh me çfarëdo lloj jashtëtoksori në holle dhe në ascensor, nëse nuk ke arsye pune. Njerëzit me njerëzit dhe jashtëtokësorët me jashtëtokësorët. Mund të ketë një komunikim në laborator dhe në tavolinat e kompjuterave. Gjithçka ndryshon kur kalon pragu. Më është dashur disa herë të arrestoj dikë vetëm se ka folur me jashtëtoksor. Vend i çuditshëm. Çfarë ishte ajo që ju ndriçoi, që diçka nuk është në rregull në Dulce? Përse kaq vonë? Duhet të dini janë dy gjëra. Jam betuar në kërcënimin e jetës se çfarëdo që të dëgjoj dhe shoh nuk duhet ta bëj publike. Gjithashtu kam nënshkruar me dëshirën time që të heq dorë nga jeta nëse dënohem si tradhtar. Në bazën Dulce, tradhtia është gjithçka. Kur arrita për herë të parë, mora informacionin që ishin të detyrueshme që t'i dija. Më treguan se baza është laborator 3 bio për teknologjinë e lartë, ku kryen kërkime të përparuara në fushën mjekësore dhe përmirësimit të aktivitetit të trurit. Ky është një përvojëzim shumë i bukur për të treguar se çfarë ndodh gjatë eksperimenteve dhe se sa i dëmshme është për jetën e njeriu. Nëse rastësisht zbulohet një ilaç, kjo do të trumbetohet në sipërfaqe si një ilaç i ri gjenial që zbuloi një kompani e caktuar mjekësore. Historia e vërtet e ilaçit nuk do të thuhet kurrë. Në fund të fundit, baza Dulce është një bazë e fshehtë dhe ata janë shumë të mirë në atë që bëjnë. Ata nuk flasin për pafatët që përfundojnë tek salla e ëndrave të natës. Kam punuar me jashtëtoksor dhe nëse kuptoni këtë, duhet të imagjinoni shkallën e sigurisë të këtij vendi. Çdo ditë nëpërmjet teknologjisë, ne kujtohen se në këtë vend merreshim me testime të një rrezikshmërie të lartë nëpërmjet ilaçeve që do të shërbeni për shënimin e çmendurisë. Ju lutemi, na thoshin, mos u drejtoni pacientëve, se mund të shkatroni vite të tëra pune. Njëri nga pacientët më trohoqi vëmendjen duke thënë shpesh se quhej George C. dhe se e kishin grabitur dhe se po e kërkoni. Nuk e di se përse e mbaj mend pamjen dhe emrin e tij, ndërkohë që më qe fiksuar se nuk qej çmendur, pavarësisht se shumica pacientëve e pohonin. Në pushimin e fundjavës pyeta një shokun tim polis për identitetin e tij, duke u shtirur sikur e kisha takuar rastësisht. U shokova kur më tha se George C. ka humbur dhe policët mendonin se që lodhu nga e përditshmja dhe që zhdukur. Të hënën tjetër, shkova të takoj George-in, por nuk e gjeta më. Nuk që regjistruar gjëkundi se çfarë kishte ndodhur.
Më vonë, një tip nga sigurimi erdhi tek unë dhe më tha se dhe ai dhe disa punëtor nga laboratori kishin një takim jashtë orarit të punës në një nga tunele. Triumfoi kurestja dhe pranova. Atë natë erdhën 9 vetë. E dini shumë mirë se rrezikoni, por doni të më tregoni disa gjëra. Një nga një më treguan dokumente ku shumë pacient që në zhdukur. Ishin pjesë gazetas se disa fotografi të futura fshehura në bazë, pash frikë në sytë e tyre. Një prej tyre më tha se më mirë të humnin jetën në përpjekje për të bërë diçka, se sa të humnin shpirtin pa bërë asgjë. Kjo fjali më ndroi mendje. U thash për George Sand dhe se çfarë dija për të. Pas disa orëve, u morën vesh për zbulimin e vëretarisë së bazës dulce në media. Emri Sallë e ëndrave të natës është një emër simbolik. A ka një emër zyrtar? Po, zyrtarisht quhet The Vivarium, që shkruan në numrin bazë si një nivel i sigurt për mbajtjen e formave bio të gjithë tipeve. Në deklaratat e tyre shkruhet se ky është një park bio termo-nëntoksor privat me hapësira për njerëzit, peshqit, kafshët, reptilet dhe çdo qenie të gjallë. Përmendet udhëheqësin reptil Hardfast. A dini një gjë se nga vjen nga toka apo planetë të tjerë? Emri i tij do të thotë ruajtës i zakonit. Ata e marrin emrin kur mbushin një vit ndërgjegjësim. Ata nuk e shikojnë kohën si një faktor të rëndësishëm në ndërgjegjësim, ashtu se shohim ne njerëzit. Kur mbushin një vit ndërgjegjësim, marrin detyrën apo vendin të cilën fati ka caktuar të përmbushin. Vetëm atëherë atyre ju lejohet të zgjedhin emrin ose dikush tjetër ta bëjë për ta. Përderisa ky emër nënkupton rojtar ligji, emri përfshin kash, që do të thotë memori apo ruajtje, dhe që është rrënjë për akashik, që do të thotë dokumenta, dhe fasht, që do të thotë ligj apo rrënja e lidh ose shpejt. Reptilet jo vetëm që duan privatësinë, por e ruajnë sekretin në vendin e lindjes. Për ta lindja apo nevoja për jetën është një nga të drejtat hyjnore të jetës. Ata e shohin tokën apo terrën si planetin e tyre të lindjes, megjithëse reptil të ndryshëm diskutojnë për harta të ndryshme ujore. Shumica e yjeve i takojnë rrugës qumshtit. Në këto harta, yjet e planetet i takojnë planetëve besnik. Toka është një nga planetët në rrugët e tyre tregtare. Në qoftë se ndonjëri bën pyetje direkte për besnikërinë jashtëtoksore, këto pyetje e çojnë Drakut. Pastaj Draku flet me mua. Nuk më dhan info për yjet, sepse nuk më duhej. Sipas pohimeve të Michael Wolff, ish agenti Majestic 12 për kërkime speciale, një nga faktorët e luftrave të bazës që urrëtia ka shigrive, të cilët në luftrat në Groom Lake por zonën 51 vran disa shkencëtarë dhe personel sigurie. Thoni diçka më shumë për flesh pistoleta. Kjo është një armë e përparuar me rreze me 3 nivele të ndryshme. Niveli i parë, njësoj si tek lufta e yjeve, mund të ngrijë apo të vrasë kur personi ka zemër të dobët. Në nivelin e dytë, mund të ngrejë në ajër çfarëdo lloj trupi, pavarësisht peshës së tij. Niveli i tretë është shumë serioz. Mund të paralizojë gjithçka të gjallë, kafshë, njerëz, jashtëtoksor dhe bim. Në këtë nivel ka 2 pozicione. Në atë lartë mund të krijojë vdekje të përkohshme dhe sipas çdo doktori, ky do të quhej vdekur, por thelbi jetësor qëndron në një gjendje të çuditshme, një lloj gjendje jo vdekje. Nevojitet nga 1 deri në 5 orë që personi të kthehet avash në jetë. Kthehej një herë funksionet trupore dhe pas disa minutave kthehet komplet vetdia. Në këtë gjendje, shkencëtarët jashtëtoksorë i programojnë trurin njerëzor dhe fusin info të reme. Kur personi zgjohet, kujton vetëm infon e reme, sikur t'i ketë përjetuar vetë. Nuk ka asnjë mundësi për personin që të di të vërtetën. Nuk kanë për ta besuar kurrë të vërtetën, çfarëdo që t'ju thonë. Këtë pistolet mund ta përdorë një fëmijë 2 vjeç me 1 dorë. Ngjan me dritë flesh me lente xhami të zezë në formë të një kupe të përmbysur. Në anë ka 3 rregullator në 3 kanale. Çdo rregullator ka mallësi të ndryshme dhe ai më pranë gishtit ka fuqinë më të dobët. Çdo rregullator ka 3 fuqi të ndryshme, me ngandalësues automatik në çdo pozicion. Pozicioni më i fortë e shtron në avull çdo gjë të gjallë. Kjo armë quhet flesh pistolet apo e quani ndryshe. Të gjithë e quajnë flesh pistolet apo fleshi im, kurse në manual quhet Armor Lux. Çfarë tip sigurie ekziston te dulce bazë?
Do t'ju them disa, sepse është pothuajse e pamundur t'i numëroj të gjitha, duke futur edhe armë, jo vetëm fleshin, por edhe armë sonike që përdoren shpesh. Është prezente në çdo dritë, si dhe në pjesën më të madhe të kamerave. E hedh në tokë njeriu pa zhurmë fare. Në Dulce ka një tip kamere VCR, gjurmë syri, gjurmë dore, ekran peshe, laser, pajisje me frekuenca LF dhe M, sensor nxehtësie, detektor lëvizje si dhe shumë të tjera. Nuk ka shans që të shkoni larg në bazë. Nëse do të arrini tek niveli -2, do të diktoni 50 metra larg dhe pas kësaj do të bëheni pacient dhe nuk do ta shihni më dritën e diellit. Nëse do të keni fat, do të riprogramoheni dhe do të bëheni një nga spionët e shumë të kasës udhëheqëse. A është e vërtetë se baza Dulce është vend banim për jashtëtokësorë të tjerë që rrojnë në niveli -5? A mundet që njerëzit të shëtisin dhe të takohen me të tjerë në holle? Ekziston një protokoll që në momentin që hyni për të parë në bazë dhe që duhet respektuar sa herë që shikoni jashtëtokësor. Ekzistojnë rregulla pafund, si dhe protokoll strikt si për punëtorët, ashtu dhe për vizitorët jashtëtokësor. Nuk ka shans që të lëvizit të lirë në nivelin -5. Hapësira ku jetojnë jashtëtokësor është ndaluar për njerëzit. Rrjeti është rrethuar me masa sigurie, ushtri dhe reparte të CIA-s dhe FBI-s. Pas kësaj zone sigurie, vjen zona më e ruajtur, sepse këtu ruajnë jashtëzakonisht shumë dokumenta. Gjithë pjesa lindore e nivelit -5 është ndaluar me përjashtim të rrovet të sigurisë me leje ultra 7 apo më poshtë. Garazhi në pjesën perëndimore të nivelit 5 kërkon leje ultra 4. A ka fakte që vërtetojnë historinë për bazën e toksore, apo ne duhet ju besojmë? Më kam pyetur shumë. Nuk pres nga njerëzit të më besojnë verbërisht. Ka fakte të prekshme që shumë veta i kanë parë, jetuar dhe studiuar. Nuk jam në gjendje t'ju mbaj leksione dhe të sqaroj çdo njëri më vete. Unë po përpiqem të mbetem gjallë dhe duhet të dini se Dulce baza është e fshehtë. Ata përpiqen jashtëzakonisht që asnjë të mos i gjej. Megjithatë, faktet i kam në 5 kopje, në 5 kuti të ndryshme, në 5 vende të ndryshme që vërtetojnë gjithçka kam thënë. Faktet i kam 5 veta që i njeh vetëm Costello. 27 faqe 18 me foto jashtëtokësorë, krijesat, kafazët dhe depot e ujit. Një shirit filmi pa zë, ku duket tavolina e kompjuterëve, foto të sallës së ëndrave të NATO-s, 2 foto të grive, një foto e terminalit ku duket mbishkrimi tu Los Alamos, si dhe afërsisht 30 sekonda filmimi në ardhjes trenit. 25 faqe me diagrama, formula kimike dhe skemat pajisjeve jashtëtokësore. Kopja armëpushimi e re me të gjithë firma. 2 faqe dokumenti origjinal jashtëtokësor që ka firmosur Ronald Reagan si guvernator i Kalifornisë. Çdo faqe ka nënshkrimin e tij. Origjinali është zbulosur në një kuti plastike në të cilën nuk ka oksigjen. Në atë kuti ka 27 faqe 18 me negativet origjinal. Videokaseta me mikrofilm origjinal nga i cili është kopjuar videokaseta. 25 faqe origjinale diagrame shënime, formula, skema pajisjesh jashtëtokësore, skema për flesh pistolet dhe një pistolet. Dokument armëpushimi me firmën e Reaganit, si dhe 7 politikanë të tjerë, si dhe 4 firma jashtëtokësore. Pistoleta flesh që ndodhet në atë kuti është si jashtëzakonisht e rrezikshme. Në duart gabuara do të kishim konflikt pafund. Pushteti ynë e ditë vërtetën dhe gënjejnë pafund. Unë po ju them se ekzistojnë jashtëtokësorë në disa baza toksore në Shtetet e Bashkuara dhe se aty ndodhin gjëra të tmerrshme. Ka shumë njerëz që punojnë në Dulce dhe që më njohin. I bëj thirrje atyre që të përgjigjen të paktën anonimisht. Dërgoni letër, telegram apo faks që të vërtetoni ato që kam thënë. Në emër të njerëzve të guximshëm, të bëni publike ato që ndodhin në Dulce, për të zbuluar atë vend të tmerrshëm, para se mira njerëz të tjerë të pafajshëm të vuajnë në një mënyrë të paimagjinueshme. Sa kohë duhet ashensorë për të përshkuar rrugën nga sipërfaqe niveli -7? A dini diçka për këto dhe a përdorin energji elektrike? A i prodhon firma Optis ashensorët në Dulce? Nuk e di se çfarë marke janë ashensorët në bazë dhe nuk ekziston asnjë ashensor që të çojë nga sipërfaqja deri në nivelin -7. Ashensorët zbresin vetëm në një kap, pastaj ti merr tjetrin e kështu me radhë. Pas nivelit 3, jo vetëm duhet ndryshosh ashensor, por jemi të koduar në bazë të peshës dhe ngjyrës së syve. Si ashensorët ashtu edhe ndriçimi punojnë me energji magnetike.
Ndryshimi ngjan me dritën natyrale të ditës në sipërfaqe. Forma e ascensorit ka dy të hapura në krah në formë ovale që përshtatet me tunelet vertikale. Lëvizja është e ëmbël dhe pa zhurmë, dhe starti dhe ndalesa nuk ndihen fare. Nuk ka nevojë për kablo, kështu që nuk ka shans që të bjerë ndonjëherë. Disa grupe në qeveri bashkëpunojnë me grupe jashtëtoksore. A dihet sa dhe kush janë këto grupe? Nuk e di se kush janë këto grupe dhe sa janë. Një njeri misterios i sigurisë e quajnë veten Fruti Verdh, thotë se punoi në Groom Lake, apo thotë se ka qenë në kontakt me udhëheqës jashtëtoksor. A është i njohur ky grup për ju? Fruti Verdh është një nga zhargonet për xhekun e verdh, që nënkupton karantinën dhe kujdesin në laborator. Ka jashtëzakonisht shumë zhargone në Dulce, që nënkuptojnë karantinën, saqë punëtorët bëjnë një broshurë me shpjegime. Në Dulce, frutat e verdha janë punëtorët e laboratorit. Emër ky që vjen nga drita e verdhë jashtë dhomës pastrimit. Banania është punëtor i vjetër, kurse limoni është punëtor i ri. A ekziston bazë jashtëtoksore në Groom Lake ose Papus Lake në zonën e Nevadës për testime dhe a kryen aty kërkime biologjike? Pjesa më e madhe në bazën Groom merret me çështjet e mbrojtjes, por ekziston një tunel i madh ku ka me mira pjesë të objekte flutruese jashtëtoksore. Nga ajo që kam dëgjuar, tekstet mjekësore në zonën e Nevadës për testime i ndjek marina. Sipas infove të marra nga burimet e mia, kompanitë e Aerospace kanë bazë nëntoksore sekrete në malet Tahachap, jo shumë larg nga Rosamund, afër bazës Edwards. Aty eksperimentojnë me teknologjinë e përparuar, siç janë gjishtet antigravitacionale. Disa kanë parë toptha me madhësinë e topit basketbollit që patrullojnë përreth kapit. A dini gjë për këtë? Malet e Kalifornisë si Tehachapi, Chocolate, Shasta e të tjerë kanë të gjitha metode jashtëtoksore kontroll. Objektet fluturues në madhësinë e topit basketbollit shfrytëzohen për patrullim pa pranierën e forcave njerëzore. Ato nuk bëjnë zhurmë, por kur fotografojnë qenie të gjalla, dëgohet zhurmë. Ndriçimi që emitojnë vjen nga aura magnetike, dhe kjo dritë është në spektrin e dukshëm 3900 angstrom. Dhe këtu po e mbyllim dhe pjesën e dytë të intervistës fantastike të Thomas Edwin Costellos. Deri te pjesa e tretë, jeni tek bota e fshetë. Tung.